dhe filluan përçarjet mes muslimanëve. Pastaj vazhdoi përçarja derisa u realizua premtimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot janë ndarë çifotët në 71 grupe, e krishterët në 72, kurse ummeti jemi të ndarë në 73 grupe, sikur se transmeton Abu Dawudi në sunen e tij. Në fillim Islami ishte i dukshëm, i fuqishëm, me numër të shumtë. Ja Evangeliku u azgjësua, nga se ndihmësit e Islamit ishin të shumtë, ata që nuk pasonin rrugën e tyre, ose ata që e pasonin mirë po e kishin një llosur me bidate, nuk kishin forcë dhe fuqi me të cilën do të mundnin të fitonin partinë e Allahut të shpëtuar. Ata ishin të përqendruar në të vërtetën të bashkuar dhe të pajtuar. E ai që ndaj për tyre ishte i imposhtur dhe i nënshmuar. Mirë po, pas kësaj erdhi koha. Domthonë këtë kjo ka qenë kohën e sahabëve, tabiinëve, kohën e ulemave, kohën e atyve që kanë punu me Islam, kohën e atyve që kanë luftu për Islam, kohën e mujahidave. Kështu ka qenë Islami i fort, i ngritur. Ai që ka kundërshtuar Islamin dhe ka punu me bidate, ai ka qenë imposhtur dhe i nënshmuar. Ata, mirë po pasaj edhe koha kur muslimanët u ndan e u dobësuan, ata që i kundërviheshin të vërtetës u forcuan, numri i tyre shtohej, kështu që ehli suneti që ishin të fortë mbetën pakisht në mesin e bidatçive. Ky është ligj i Zotit në krijesat e tij. Kjo është këtë fjalë e kujt? E Imam Shatibiut rahimahullahu taala. Nuk janë të fjalët e tona. Ky imam i ka thonë në shekullin e vet kur ka jetu, për kohën e vet ka fol, mirë po historia e përsërit vetveten. Ajo që ka ndodhur në atë kohë përsëritet në shumë shekuj mas tij. Ky është ligj i Zotit në krijesat e tij. Pronarët e të vërtetës në krahasim me pronarët e të kotës janë pak. Allahu xhaleshanu Kur'an thot: "Wa ma akthara an-nasi walau harasta bi mu'minin." Ti o Muhammed, edhe nëse kujdesesh që këtë njerëz me musliman s'mundesh se pakica do të jenë besimtar. Yusuf ajeti 103 dhe thot: "Wa qalilun min ibadi ash-shakur." Pak prej robërve të mi do ta falendrojnë Allahun subhanahu wa taala. Sebe ajeti 13. E gjithë kjo është realizim i premtimit të dhënë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Islami do të kthehet jabanxhia ashtu sikur se dhe ka fillu. Jabanxhiluku realizohet kur mos ta kesh familjen pran ose ata të jenë pak. Kjo ndodh kur të bëhet e mirë e keqe edhe keqe e mirë. Suneti bidat e bidati sunet. Atëherë qortohen dhe ofendohen pasues e sunetit, ashtu sikur se veprohen në fillim kundër bidatçive. Gjithë kjo ndodh nga qëllimi që të tubohen bidatçit në një fjalë të përbashkët. Mirë po, ja që Allahu xhaleshanu refuzon një gjë të tillë, edhe nuk ka mundësi me ndodh kjo deri në kiametin më bashku bidatçit për kundër muslimanëve pasuesve të sunetit, ata Allahu xhaleshanu vazhdimisht të ndar kamilon. Nuk ka mundësi të tubohen të gjithë këto grupacione, edhe pse janë shumë dhe t'i kundërshtohen ehli sunetit, por ehli sunetit do të përgjendon në këtë rrugë deri në çastet e fundit të kësaj bote. Mirë po nga shkaku se ata zëherë kanë probleme për bidatçive, urrëtie dhe armiqësi, me qëllim që t'i zbrapsin për qëllimet e tyre të pastra, pa ndërprerje në xihad, luftë dhe konfrontim, ditën edhe natën. Mu për këtë edhe sevapi i tyre është i shumëfisht, sepse ky vazhdimisht është në luftë me bidatçit. Është në një betejë të papërfunduar dhe të pafund me ata që nuk kapen për dinën e Allahut xhaleshanu bile i sulmojnë edhe luftojnë ata që mundohen të janë të musliman të mirë. Nga kjo mund të përfundojmë se në çdo kohë do të kërkohet që të mos u kundërshtohemi njerëzve në asgjë. Ai i cili pëlqen me popullin e ka qelluar në çdo rast. Domethënë një njeri nëse don me kon me aqëllu me pas tamam, le të pëlqej me popullin. Çka thot populli le thot? Çdo herë që ka gabim, ai i cili pëlqen me popullin është i lavdëruar dhe i lumtur, kurse ai i cili kundërshtohet adeteve të popullit është i qortuar dhe i përzër. Ai i cili pëlqen me popullin është i udhëzuar, kurse ai i cili u kundërshtohet është humbur në rrugën e lajthësisë dhe devijimit. Edhe kjo sot e kësaj dite domthon den shesh se kur ti kundërshtohesh adeteve të njerëzve, më njëherë njerëzit thonë që pas ka lujt. Pse? Pse qefet e njerëzve nuk i çon vend, edhe pse me dërgimin e adeteve të njerëzve në vend ndoshta e hidhon Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë ke e paraqes këtë hyrje
me qëllim që të përmendi se unë për vetën ai fol. Elhamdulillah, nga çasti kur fillova të kuptoj e orientova ka të kërkuarit e gjuris, hudha shishimin tim në të gjitha shkencët islame, në bazat e saj edhe dekt e shkencave. Nuk jam dalur vetëm në një shkencë, e as vetëm në një lloj prej llojeve të shkencave. Normalisht në suazet e mundësive që mi ka dhënë Allahu xhaleshanuhu dhe kohës që më ka dhënë në disponim. Fundosesha në thellësirat e shkencave si një natues i mirë, eca përpara me trimëri, saqë për pak të shkatërrohesha në thellësirat e tyre ose të largohesha shumë prej shokëve të mi, në pranitë të cilëve nuk u vendoja vesh thashë themeve, tradhtisë të tradhtarëve, pengimeve të ndryshme dhe kërcënimeve të lloj-llojshme. Ai për vete po fol. Kështu vazhdova derisa madhroi Allahu xhaleshanu kuptimin e shariatit aq mirë saqë nuk isha paramenduar. Mu qartësua se Kurani dhe Suneti nuk i kanë lënë vend askujt çka të thot për udhëzimin e njerëzimit dhe se ky din është plotësuar. Mas hulumtime të shumta, mas studime të mëdha që ka vërejt se Kurani dhe Suneti si ka lënë vend kërkujt më fol për këtë fe. Këtë nevoja që i ka njerëzit i ka tregu edhe i ka qartësu. Lumturia absolute është në atë që thon Kurani dhe Suneti. Gjësend përveç kësaj është humbje dhe lajthitje, shpifje dhe shkatrim. Ai i cili kapet për këto bazë është kapur për litarin e pakëputur. Me këto bazë ai në hajrin dhe në atë botë. Gjësend përveç kësaj është ëndër, është angst dhe iluzion. Për këtë që tham, kam argument që nuk ka dilem rrethi, elhamdulillah. Do më ka mundësi me argumentu me lloj argumente nga Kurani dhe Suneti, tek e fundit libri i tij për dy vëllimeve, kret është argumente rreth kësaj që ai e ka treguar në hyrjen e librit vet. Duke u nisur nga kjo, mu forcua qëllimi që të vazhdojnë në këtë rrugë duke filluar prej bazave të fesë, qoftë ajo besim ose vepër, pastaj prej degave të cilat bazoheshin në ato baza. Gjatë gjithë kësaj rruge sqaroja se ç'është sunet e ç'është bidat, ç'është e lejuar dhe ç'është e ndaluar, duke kërkuar prej vetes sime që të jem në pajtim me atë në të cilën ka qenë ai dhe ashabët e tij, domthonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ashabët e tij, dhe të largohen prej të gjitha bidateve. Gjatë kësaj kohe veproja si imam dhe hatip, mirë po kur vendosa të përqendroj në rrugën e sunetit, gjeta veten jabanxhi në popullin e kohës sime, ai o kon imam edhe hatip, edhe ku ka fillu mu përmbaj sunetit, e me i luftu bidatet, adetet, zakonet, doket, mendimet e njerëzit të kohë, e ka gjetë veten të vetëm, jabanxhi në mesin e popullit të kohës së vet. Nga se në metodën e tyre, kishin hyrë adete, kurse ibadeteve, njollat të bidateve dhe shpikjeve të shumta. Gjërat të cilat nuk kanë qenë në kohët e kaluara, kurse dietarët e gjenatave të para kanë tërhekur vërejtjen muslimanëve për këtyre veprave që ata i kanë bërë. Ebu Derdaja radiallahu anhu thot, po të dile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e të shikonte, nuk do të njehte asgjë në ju prej fesë përveç këtij namazi. Ebu Derdaja radiallahu anhu i ka thonë tabiinëve, para mendo, nuk ka shku shumë kohë nga vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka thonë se sot mu çu pejgamberi sa më dhe me ardh. Para mendo ai u ka thonë tabiinëve, në sot me thonë këtë fjalë thuvall, ka e kish njoft pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për muslimanëve, ku sot s'ka dallim mes një muslimanit edhe një jo muslimanit, mes një muslimanes edhe një jo muslimanes, këtë janë bo njëjtë në formën e jashtme të tyre. Thot Ebu Derdaja, mu pasgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me na pa neve. Thot nuk ish njoft për neve kunisen që e kemi nga islami përveç namazit që e falim. Me pas ardh xhamia do të na shifke se jemi musliman, a me na pa jashtë xhamiave nuk do të ishmi dallu për tjeve se jemi musliman ose jo. Kurse Evzaiu rahimullahu taala thot, a thua vall, çka do të thonte po të dilte sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Evzaiu është një alim që ka mas, domethënë e të bëj tabiinëve më të tjerë. E thot kurse Isa ibn Yunusi që e ka transmetuar këtë ndodhi thot, a thua vall, çka do thonte Evzaiu sot me pasjetu Evzaiu. E thot thot normalisht këtë dietari, çka do thonim na në kohën që jetojmë sot, e na do të kishim thonë, çka më thon për kohën tonë që na jetojmë sot. Keq e maket se sa atëherë, do më thonë shumë se ne ndryshu nga ajo të cilën e ka mësuar Kurani edhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse Enes radiallahu anhu thot,
Nëse ndonjë njeri